Vazhdojmë tutje rrjedhën e programit të mëngjesit me ngjyrat e shpirtit, pra piktura e personalizuar e Leonitës. Leonita Shala Fazliu është një artiste talentuar që ka një lidhje të thellë me pikturën, duke përdorur atë për të shprehur emocionet, po ashtu dhe pasionet e saj. Stili i saj veçantë bën çdo pikturë një pasqyrë të shpirtit të saj artistik. Ajo realizon gjithashtu piktura të personalizuara, ku mund të shpreh individualitetin dhe dëshirat e klientëve, duke krijuar vepra arti unike që përputhen me vizionet dhe po ashtu kërkesat e tyre. Talentet dhe përkushtimi i Leonitës ndaj artit e bëjnë çdo krijim të saj një vepër të veçantë dhe të paharrueshme. Leonita Shala Fazliu është një artiste e cila ka krijuar një lidhje të ngushtë me botën e pikturës, duke shndruar atë në një pasion dhe një mënyrë jetese. Me një stil unik dhe një ndjeshmëri të thellë ndaj ngjyrave dhe formave, ajo ka arritur të shprehë emocionet dhe mendimet më të thella përmes çdo pikture që realizon. Piktura për mua është vetjeta, kalime ndër vite, të e marrë parasysh që jeta jonë është shumë ngjyrshe, edhe ashtu e shoh edhe pikturën shumë ngjyra në gjitha perspektivat e mundshme. Jetoj me pikturë. E shijaj maksimum energjinë pozitive, energjinë negative. I shpreh kitë me zbrushës edhe pëlhurës. Nxitja e saj për të filluar me pikturën është jo e zakonshme. Duke qenë nuse në familjen e piktorit të njohur Hajrush Fazliu, nuk kishte se si mos të zhvillonte tutje talentin dhe shkollimin në fushën e artit. Fillimet e mia të artit kanë qenë, domethënë përveç studimeve që kam studiu, kanë qenë kur unë erdha në këtë shtëpi sot ku jam, të marr parasysh se babai burrit tim është vjerë dhe ka qenë profesori ime. Inspirimi jam ka qenë në veprat e tina, se unë u formova në këtë shtëpi, u formova bashkë me artin. Edhe çdo ditë më shumë isha e dashuruar në art, isha e dashuruar në pikturë. Të e pa gjithmonë profesorin të punu, të i pa veprat e tina, i ndjejsha. Edhe gjithmonë e ka pas babi, gjithmonë e ka pas ata, nita hajde kur po fillon me punu, nita hajde kur po do me fillu me punu. Une kom qenë shumë e fat, se kom pas këta kushte mundshme për me fillu me punu, e kom pas galerin, atelen, ngjyrat, po ishte ajo kohë kur e kisha fëmijë pak të vogël edhe normal, piktura don kohë, don inspirim, nuk don mu ndërprej, e don e ka të kohën e vetë. Si studente ishte e shquar për kreativitetin e saj, prandaj edhe u insistua shumë që të realizonte piktura. Po të marr parasysh që kom qenë studente e tina, sigurisht kreativitetin patjetër, edhe imagjinatën. Nuk mundesh me qenë artiste e devotshme pos pa të kreativitet edhe imagjinat. Ndoshta edhe ajo ka qenë, domethënë që ajo ka pa mas shumë të tone. Po sigurisht talenti, po talenti është arrihet edhe me punë. Nëse punon shumë, arrin shumë. Po edhe nëse je talenti nuk punon, atëherë. Piktura për Leonitën nuk është thjesht një formë arti, por një gjuhë me të cilën ajo komunikon me botën, duke i dhënë mundësi çdo shikuesi të depërtoj në universin e saj të brendshëm. Inspirimin mas shumë të gjej te jeta që kalojmë ne, te jeta që kalojnë shoqëria jonë, familja jonë, njerëz tonë, fëmijët tonë. Dhe është interesant tonë kur për shembull rri me një person ose diçka dhe dëgjoj një ngjarje e cila e ndjej thellë në shpirt, atëherë që aty e kam atë inspirimin më të madh. Edhe me nxis pres me zbrit në atele poshtë që qatë temë me shtjellu me zbrushës edhe pëlhurës. Normal,
në atë mënyrën imaginative, so në punoj artin abstrakt ma shumë, surrealizëm dhe ekspresionizëm, nuk punoj artin real. Mendoj që arti abstrakt është shumë ai lehtë që ti shpresh ndjenjat e tua dhe kreativitetin tënë, edhe të gjitha ato i lidhe me atë ngjarje që unë si e kom ndjen atë moment. Edhe ndonjëherë shkoj në atelje dhe ndoshta kur jam shumë nervoz, po e gjej paqen aty, edhe disponona shumë. Edhe ndonjëherë shkoj në atelje kur jam edhe shumë happy. Edhe ato pikturat reflektojnë sigurisht. Që një pikturë kur jeni nervoz edhe ajo tjetër për shkakun të çfarë do në ato piktura? Normal, kur jem ma nervoz janë dokët, prej se punoj me shpatull, dokën ato lëvizjet ma ekspresive janë ma gjalla, pak ma abstrakte, edhe ngjyrat pak shkojnë si ma të mbyllta, sigurisht. Përveç pikturave të saj tradicionale, Leonita ka një aftësi të jashtëzakonshme për të krijuar vepra arti të personalizuara. Ajo merr kohë për të kuptuar dëshirat dhe kërkesat e çdo klienti, duke i dhënë atij mundësinë të shohë pasqyrën e vet në një krijim artistik. Unë punoj edhe pikturat të cilat i personalizoj shumë. Për shembull, kam klient që domethënë kanë dëshirë mja personalizu pikturat, edhe sigurisht folim pak për jetën, po në artistat e kena një farë ndjesie që sikur njerëzve ju himë në shpirt, e keni një farë intuite, i ndjejna, edhe lypin do më thonë mjallë personalizu, po pa tjetër që në edhe në fond se rrallë kush e kupton pikturën abstrakte. Ndoshta nuk është mirë me spjegu, po ka shumë njerëz që dëshirojnë mjallë spjegu se çka kom dash me thonë me atë pikturë. Edhe ja spjegoj pa tjetër. Te ideja, krejt te ideja qysh, do me thonë, qysh është tjellën ti që atë ndjenë, që atë inspirim që e ke marrë të qaj person, një ngjarje që e ke dëgju se dishka, krejt te ideja dhe në mes ngjyra, mes lëvizjeve me brusha dhe me shpatullon e i nxjerrja ato atë imagjinatën tem të cilën veç e kom dëgju dhe e kom ditë i klientit. Edhe ja spjegoj, dhe me thonë, shpirtin e brendshëm tina. Sipas Leonitës, sot arti po vlerësohet, të gjithë duan të kenë në shtëpitë e tyre një vepër arti. Mundohen ndoshta me kursimet e veta, me pas një vepër në shtëpi artistike, qatë që ja din vlerën veprës dhe e vlerësojnë artin sot. Kam klienta unë edhe prej Evropës, të më thonë me dhe vende tjera të Kosovës, jo vesh në Kosovë, po e shoh që njerëz tash veç edhe ndoshta dhe liberalizimi i vizave që është bërë tash edhe po shohin, ma shumë po dalin, edhe për shohin vlerat artistike që do më thonë që janë shumë të rëndësishme, edhe nuk mendoj që secili sot që e bën një ambient të ri në shtëpi, ka me mendu edhe ku me vendos pikturën, jo me bindën për këta se që ashtu e kom pa dhe kom djetë e njerës tash. Dhe më thonë, gjithmonë ja bojnë vendin edhe pikturës ku kanë me vendos një pikturë. Përveç është vlerë artistike dhe është pasoni, është edhe trashigimi, se vepra, do më thonë, e trashigojnë edhe pasarësit e asaj familje, se kudo që shkon, kudo që ndronë vend banim, ose diçka veprën gjithmonë kime marrë me veti edhe është momentin që te vendos në ambient, ti lidhe shpirtërisht me atë vepër, e sidomos kur një vepër të personalizohet ty. Sipas saj, arti është vetjeta, prandaj duhet ta duam. Arti është një gjë shumë e bukur dhe bën mundi shumë mirë, vlerësojeni, se e ka vlerën, duhet të gjithë të dinë që jeta është art dhe ta shijojnë ashtu sikur pikturat që janë të bukura, veç me gjërat mira të përmbushën vetën. Talentet e saj dhe angazhimi për artin bëjnë që çdo pikturë e realizuar nga Leonita të jetë jo vetëm një objekt estetik, por edhe një pasqyrë e pasur e shpirtit dhe pasionit që ajo i vë në çdo veprim të saj artistik.